Shqipëria hyn në kulmin e valës së të nxehtit me temperaturat që pritet të arrijnë për herë të parë këtë verë në 40 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat ekstreme nuk do të jenë një fenomen njëditor, por do të zgjasin për gati një javë. Meteorologja Tanja Porja tha se dita e sotme shënon fillimin e periudhës më të nxehtë të verës. Sot pritet të jetë dita e parë kur temperatura do të shënojnë 40 gradë, shpreh Porja. Sipas saj, vendi do të përballet me disa ditë radhazi me temperatura shumë të larta. Do të jenë disa ditë radhazi kur termometri maksimal do të qëndrojë 39 deri në 40 gradë. Bëhet fjalë për një periudhë 5-7 ditore, tha meteorologja. Porja bëri të ditur se moti do të dominohet nga kthjellime pothuajse në të gjithë territorin, duke krijuar kushte për rritje të mëtejshme të temperaturave gjatë orëve të mesditës. Sot do të ketë kthjellime në pjesën më të madhe të vendit. Edhe në zonat malore vlerat maksimale do të shënojnë 34 gradë, shtoi ajo. Valët e të nxehtit janë bërë gjithnjë më të shpeshta gjatë viteve të fundit në Shqipëri dhe në rajonin e Mesdheut si pasojë ndryshimeve klimatike. Temperaturat që arrin ose tejkalojnë 40 gradë Celsius rrisin ndjeshëm rrezikun për goditje nga të nxehtit, dehidrim dhe probleme të tjera shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.